Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mos pini kurrë vaj ulliri nëse vuani nga këto 3 sëmundje. Vaj ullirit është një prej ushqimeve më të rëndësishme të dietës mesdhetare. Ai përmban fenole, sterile dhe acide yndyrore si acidi linolenik dhe palmitik, acidi oleik dhe njëkohësisht yndyra esenciale të cilat e bëjnë atë pa diskutim mbretërin e tryezës për një shëndet sa më të pasur. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se konsumimi i tij është i sigurt nëse merret ashtu siç duhet nga goja ose aplikohet në lëkurë. Mirëpo studime të ndryshme kanë treguar se vaji i ullirit nuk është i tolerueshëm nëse konsumohet në disa gjendje shëndetësore. Diabeti mund të ulë nivelet e sheqerit në gjak dhe për këtë arsye të gjithë personat e prekur nga diabeti duhet që të kontrollojnë vazhdimisht nivelet e glukozës dhe insulinës ndërsa përdorin vaj ulliri. Mos konsumoni vaj ulliri para një ndërhyrje kirurgjikale. Vaj ulliri gjithashtu mund të ndikojë tek sheqeri në gjak duke ndikuar kështu në mbajtjen nën kontroll të nivelit të tij gjatë dhe pas operacionit. Mos përdorni vaj ulliri 2 javë para operacionit. Mos konsumoni vaj ulliri nëse po trajtoheni për tensionin e lartë të gjakut. Përdorimi i vajit të ullirit nëse përdoret së bashku me ilaçet për tensionin e lartë të gjakut mund të shkaktojë ulje të këtij të fundit të fuqishme poshtë normales. Përpiquni që ju të monitoroni në mënyrë vigjilente dozat e tij gjatë ditës. Gratë, shtatzëna dhe ato të cilat e ushqejnë fëmijën me gji duhet që të konsultohen më parë me mjekun e tyre, pasi nuk ka të dhëna mjaftueshme nëse duhet apo nuk duhet ta bëjnë këtë gjë. Sipas informacioneve, ne këtu do t'ju tregojmë edhe rastet kur nuk duhet që të përdorni vaj ulliri sepse mund t'ju shkaktojë probleme me lëkurën dhe njëkohësisht me stomakun. Vaji i ullirit sipas ekspertëve është i rekomandueshëm dhe pa diskutim mbreti i tryezës dhe një prej ushqimeve më të rëndësishme të dietës tuaj mesdhetare. Ai përmban njëkohësisht fenole sterile dhe acide yndyrore si acidi linolenik dhe palmitik, acidi oleik dhe njëkohësisht yndyra esenciale për të patur një shëndet sa më të mirë dhe duke qenë se ai është lehtësisht i tretshëm. Mirëpo duhet patur kujdes pasi jo çdo kush duhet ta konsumojë atë. Ne këtu do t'ju sugjerojmë rastet kur ju nuk duhet kurrësesi të përdorni vajin e ullirit, ta gatuani apo për çfarë do lloj recete tjetër. Mos e përdorni në qoftë se nuk jeni të sigurt për cilësinë e tij. Para se të përdorni vaj ulliri nëse nuk jeni të sigurt për përdorimin e tij, e mira është që të mos e përdorni. Ka raste kur vajrat e sojës ose të lulediellit shiten si vaji i ullirit dhe përzihen së bashku, prandaj duhet të shikoni nëse shishja e vajit lexon vaj ekstra i pastër. Duhet të blini gjithashtu vajin i cili shitet në shishe të cilat po ashtu kanë ngjyrë të errët, pasi drita i shkatërron shumicën e vetive të vajit të ullirit. Prandaj edhe kompanitë prestigjioze të cilat merren me prodhimin e vajrave nuk i fusin ato në shishe të thjeshta apo të dukshme. Gjithashtu, vaji i ullirit në shumë receta rekomandohet që të marinohen perimet dhe mishi në vaj ulliri. Vaji i ullirit dhe njëkohësisht erëzat për t'i gatuar më pas në zgar. Ka raste kur rekomandohet edhe që hekurat e zgarës të lagen me vaj ulliri për të parandaluar ngjitjen e ushqimit. Vërtet nuk shkaktohet asnjë dëm nëse e bën një gjë të tillë. Megjithatë, mendojmë se nuk është e nevojshme duke qenë se vaji i ullirit digjet në zgarë dhe fillon të krijojë flak,
madje dhe t'u jap edhe shije gazi ushqimeve nëse përdorni zgar me gaz. Në vend të këtij përdorni vaj luledielli dhe sapo ushqimi të jetë gatuar, e spërkatni atë me pak vaj ulliri ekstra të pastër. Shumë njerëz betohen për përfitimet e vajit të ullirit si një produkt bukurie. Ata e përdorin këtë vaj për zbutjen e flokëve si edhe një mask për pastrimin e fytyrës, për një masazh për trupin e të tjerë. Dhe në fakt kanë të drejtë, pasi ky produkt është ideal për kujdesin ndaj lëkurës dhe njëkohësisht flokëve, por ai nuk duhet të përdoret për heqjen e akneve dhe puçrave në fytyrë. Vaji i ullirit përmban një përbërës i cili gjithashtu do të mbyll poret tuaja. Ekspertët gjithashtu rekomandojnë që nëse keni akne ose puçra në fytyrë, të përdorni vaj ulliri, vaj argani ose makadamia. Gjithashtu, vaji i ullirit, siç mund ta keni kuptuar, është në top listën e super ushqimeve për shkak të benefiteve të mëdha shëndetësore dhe shijes së tij. Vaji i ullirit përmban ynyra të shëndetshme, antioksidant dhe vitamina. Një shishe vaj ulliri duhet me patjetër të ketë vend në kuzhinën tonë, por pa informacionin e duhur ne tentojmë të bëjmë gabime në ruajtjen dhe në përdorimin e tij. Sipas ekspertëve të nutricionit dhe gastronomisë, ka disa gabime kryesore që ne tentojmë të bëjmë kur përdorim vajin e ullirit. Jo të gjithë vajrat e ullirit janë njësoj. Kur ne blejmë vaj ulliri, ne tentojmë të zgjedhim atë më të lirin, i cili na leverdis për gjithçka, duke mos e marrë në konsiderat qëllimin ideal të çdo vaj ulliri. Për shembull, disa pjata si pastat apo sallatrat kërkojnë një shije më të fuqishme, prandaj është më e mira që të zgjidhni marka premium. Ka vaj ulliri me shije edhe të ëmbël, me shije fruti dhe shije të fortë, kështu që ju duhet të zgjidhni vajin e duhur për pjatat e duhura. Ruajtja e vajit të ullirit. Një nga gabimet më të zakonshme që bëjmë ne është se ruajmë vajin e ullirit në vende ku i bie direkt drita e diellit. Nxehtësia ka shumë ndikim tek vajrat e ullirit. Kjo gjë gjithashtu mund të reduktojë benefitet shëndetësore dhe vlerat e vajit të ullirit. Ruajeni atë në temperaturën e dhomës, në qilar ose kudo tjetër ku nuk gjenerohet nxehtësi. E gjykoni një libër nga kopertina. Si konsumator, ne tentojmë t'i blejmë produktet duke i parë me sy dhe duke i gjykuar nga ajo që ne shohim. Zgjedhja e vajit të ullirit në bazë të ngjyrës dhe nuancës është diçka e cila duhet të ndryshojë. Tek vaji i ullirit, ngjyra përcaktohet nga koha kur është vjel dhe përpunuar. Në varësi të kohës apo sezonit kur është nxjerr, ngjyra e tij varion, kështu që kjo nuk do të thotë se njëri është më i mirë se tjetri. Vaji i ullirit po ashtu ka një datë skadence. Pjesa më e madhe e vajrave të ullirit skadojnë pas 24 muajsh, kështu që ruajtja e tij për më gjatë minimizon vlerat dhe rrit aciditetin e shijes. Mbajini vajin e ullirit të vjetër veç atij që keni bler të freskët. Gatuajini mbi nxehtësinë e lejuar. Vajrat e ullirit nuk janë të duhurat për skuqe të gjata ose gatime në një nxehtësi të lartë. Temperatura e duhur për të gatuar vajin e ullirit është 180 gradë, në të kundërtën do t'i shkatërrosh antioksidantët. Vaji i ullirit është i mirë për metodat me avull dhe ushqimet e gatuara pak, por jo për ato që kërkojnë skuqe të gjatë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon tonë. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!